Që sa vite merreni me blegtëri? Me blegtëri mirën prej vitit 2010. Dhe shkoj punë të mira? Po mirë shkoj. Keni njësur me numër të pak? Me numër të vogël, rreth 30, po kena nis, është kena rrit numër. Nga vitin vit keni rrit numrin? Nga çdo herë kena rrit. Nga fitimi në fitim? Po, Javlen. javli. Këtu, kjo 70 vjetër. Po, kjo 70 vjetër, në konsistent të mirë. Edhe këtu kanë qenë numri që tash është ta qenë 70. Po. Këta viça këtu janë për majmëri apo për shtim? Për shtim klep. Për në gjitha janë në shtira, në femër. A një të knaqër me punën që bëni, apo në një veç ju apo ka dhe t'i kushtim? E ju veç në familjarë punojnë këtë, të knaqën njim. Po në fshata ka tjerë që bërë në... Ka dhe në fshatë që mirën. Dhe mirë është. Mirë është. Fitimet mirë. Po, mirë. A e lakmon punën jashtën? E i, vashtë. Jo. As vllazë tjerë. As vllazë. Keni, gjithat i keni me... Gjitha i kemi. Edhe viça tash, a shef perspektiven, ju jeni ekskluzivisht me prodhim qumshtit, edhe në majmëri viçash. A do të provoni me... Për çdo herë kena me provu me rrit numrin. Edhe për majmëri? Edhe për majmëri, nëse na vjapët mundësia kena. Racat e lopëve, e gjatëve, janë cilat? Janë Holstein, ka Çekis, Simental. Montebiljard. Montebiljard. Cila është si mas ju shpa mirë? Montebiljard. Për vend tonë, po më duket ma shumë për shtatet Montebiljard. Edhe me qumsht? Edhe me qumsht. Edhe me mirë. Edhe me mirë. Dhe perspektiva aty, me rrit numrin me Montebiljard. Me Montebiljard. E Holsteini thonë që është fabrike qumshtit. Ka sasit madhe qumshtit. Ma mirë po del Montebiljard. Ma mirë. Edhe për qumsht edhe për mish. Edhe për qumsht edhe për. E tash e keni ndërtu ati shtallën e re, këtu kushtet më të vështira se sa atje. Shumë vështira në kohë këtë sati. Tash do të shkojmë atje në shtallë të re, edhe do ta shohim si janë kushtet atje. A keni bërë sistem të mjedjes, mbyll? Atje, po atje. Krejt i keni? Krejt.